A është gjallë Bleon Amata? Avokati i Dajit Beqiri zbulon detajet. Mendohet se ka shkuar nga Greqia në... Avokati i çështjes së Bleon Amatës, i Dajit Beqiri, ka dhënë detaje të reja nëse vajza e zhdukur 15 vite më parë është ende gjallë. I ftuar në një emision televiziv, Beqiri shprehet se nuk ka asnjë provë që Bleon Amata mund të ketë ndruar jetë dhe gjithashtu është shprehur se mendohet që ajo ka jetuar në Greqi dhe më pas ka shkuar në Gjermani. Për mua është gjallë, por çdo gjë ndodh në këtë vend. Ne kemi parë edhe filma. Dikush thotë që pse nuk del vajza të flas diku? Tani është 21 vjeçe. Si nuk i dërgon fjalë nënës së vet? Në atë moshë që ka qenë, trysnia që është shtuar mbi të, frika që ka përjetuar, kanë bërë që një pjesë e kujtesës t'i eliminohet. Nga ana tjetër, mos ta harrojmë që përdorin edhe medikamente të ndryshme që ta heqin kujtesën. Kjo është një enigmë në kuptimin e parë të fjalës, nuk ka shpjegim të mos reagonte, duhet të reagonte patjetër. Mendoj se është aspekti i harresës ekstreme që ajo nuk di që bukuria është nëna e saj, nuk flas për probleme që mund të lidhen me frustrimin e saj. Në Greqi, ku mendohet se ka jetuar thuajse 1/3 e asaj popullsie janë shqiptarë, edhe Gjermania e njëjta gjë. Mendohet se ka shkuar nga Greqia në Gjermani. Spaku do t'i shkoj deri në fund. Çdo version është hedhur, janë edhe ato mendjet e prishura që kanë ngrënë arind ose ndonjë kafshë egër, por do t'ishte gjetur diçka. Të gjitha janë përralla. Këto më bëjnë të besoj që vajza jeton, u shpreh avokati.